shkak të vendimit Gjykatës Supreme, ndryshimeve që detyrimisht jemi fut ndryshimit të rregullorës të Prishtina Parkingut, ka ndërmarrje që një kohë është ballafaqu me disa probleme financiare. Prandaj mbi bazën e kërkesës edhe të ushtruesit të detyrës së kryeshefit aktual, keni para vetës një propozim, vendim për ndarjen e mjeteve financiare nga kategoria e subvencioneve në vlerë rreth 100.000 euro, ose 100.000 euro, falni. Prandaj do të kisha kërku që me mirëkuptimin e të gjithëve të mbështetet ky vendim dhe të aprovohet ndarja e këtyre mjeteve, për faktin që derisa të përfundojnë procedura e ndryshimit dhe aprovimit të rregullorës, e cila garanton pastaj një stabilitet financiare dhe të kësaj ndërmarrje, sikur që e kishte deri para vendimit të Gjykatës Supreme, të aprovohet kjo mbështetje financiare për këtë ndërmarrje. Faleminderit. Pas qërtimit të këtij dokumenti apo një fletë, e cila është dërguar përmes postës elektronike, konstatojmë se ky vendim nuk i plotëson kushtet dhe standardet minimale të arsyetimit dhe transparencës që kërkohen për një akt administrativ. Unë sapo e kuptova nga nën kryetari që kemi të bëjmë me subvencion dhe do t'i ndajmë 100.000 euro. Vendimin të cilën e kemi të gjithë para vetës është i zbrazët dhe këtë në fund do t'ju ndaj të gjithë gazetarëve dhe juve që ta shihni. Pra, vendimi fillimisht nuk përmban fare arsyetim, nuk e specifikon qartë qëllimin dhe destinimin e mjeteve që propozohen të ndahen. Në vendim nuk e keni përcaktuar shumën e mjeteve financiare që kërkohen të aprovohen nga ky kuvend komunal, gjë që e bën të pamundur vlerësimin e ndikimit buxhetor të këtij vendimi. Po flas për vendimin të cilin e kemi pranuar të gjithë ne përmes postës elektronike. Në vendim nuk e keni treguar burimin e financimit, por është e pamundur me votu këtë vendim në mënyrën që keni sjell, me, do të thënë, edhe këtu kur reprezentu thënë rreth 100.000 euro, nështë po bëj edhe një kërkesë, po përsëris një kërkesë që po bëjmë sa për mblidhemi këtu, ju lutem dokumentacionin dërgojeni me kohë edhe me arsyetimet e nevojshme për ndryshim. A njeni ndaj kompani që ka monopolin, që s'ka konkurencë, që i ka klientët e garantuar dhe me gjitha të kërkon subvencion. Nga qytetarët për t'i paguar paga, qiron dhe borqet, shko meru me nohëm pëse s'po mirësh me problemet qytetarët Prishtinës. Une nuk e një asë një, e me gjitha të sët po pikrisht kjo po na kërkohet me bo me Prishtina Parkingun. Edhe sot s'është fjala veç për 100.000 euro që po kërkohen, sot po duan të vendosim nëse do të shpërblejmë keq menaxhimin, që është ndërtuar me vite, apo do të kërkojmë përgjegjësi. Prishtina Parking nuk është një ndërmarrje që konkuron treg, nuk ka konkurrencë, nuk ka rrezik që dikush më ia marr klientët. E ka monopolin mbi parkingun publik në kryeqytet. E ka tregun e garantuar. Në këto rrethona, një ndërmarrje e tillë nuk do duhet të ishte borë për buxhetin e komunës, por kundrazi do duhet të ishte një ndërmarrje që kontribon në buxhet. Megjithatë, sot na kërkohen subvencione për paga, për sigurime, për qira të pronave të donatorëve të partisë, këtë nuk e dim. Sepse nëse do shton një ndërmarrje me monopol, problemi nuk është tregu, problemi është menaxhimi, edhe ky nuk është rasti. Ky është modeli i qeverisjes që Prishtinë e ka aplikuar tash disa vite, modeli LDK-s dhe i PDK-s, ku ndërmarrjet publike janë shndruar në vende punësimi politik, pa objektiva, pa kontroll dhe pa llogaridhënie. Me ndëgju dikon tjetër, kisha thonë është ashtu që po thojnë, po kështu në raportet Qeveria e Republikës Kosovës, sa ndërmarrjen në nivel qendror ju ka ndihmu. Jo, gëzim, të lutna, ju keni vjedh edhe në Mogje, kur thëmë Mogje, keni vjedh edhe në rezervat shtetërore. Ju, po në rezervat shtetërore. A ka mundësi, Bekim, a ka mundësi fokuson vetëm në pika? Vetëm në pika. Pika, po ju lutem. Ky po thot, hajde. Korrupcion, a këta kanë vjedh në Mogje, kur thëmë në rezervat shtetërore, kanë vjedh, ka këta akuz për këtë punë. Kuj kanë thonë edhe që të kapelen e hinë zyre, mos më ditë kush je. Apo kupton, qëtare kanë bo. Nuk do të me nashit moral këtu, kur një kryeministër i vendit nuk i përgjigjet as drejtësisë, e kur një kryeministër e ka shkel 16 herë Kushtetutën e Republikës Kosovës. 16 herë. Jo, po jap një shembull
këta duhet me shku në burg.